thjesht procedimet janë pjesërisht të ndikuara për karriket e tyre dhe nuk jemi në historinë ku gjyqësori shqiptar konkuron gjyqësorin italian. Por jemi në historinë ku gjyqësori shqiptar do të kopjojë gjyqësorin Maqedonas, kur kryeprokuroria e atij vendi u arrestua pasi kishte një ndryshim të madh politik në vend, pas shumë kohësh. Kjo do të ndodhi dhe në Shqipëri. Do të keni patjetër arrestim të brendshëm brenda SPAK-ut. Pse? Sepse provat të çojnë tek mbulimi dhe fsheja e provave të cilët janë manipuluar për të treguar tek qytetarët se si ne që kemi kampioni i antikorrupsionit. Pra, që kanë 20 të ndershëm dhe të gjithë ne të tjerë që kemi të korruptuar. Nuk ekziston kjo logjik. I qëndroni ata që kemi deklaruar dhe më parë që pas SPAK-ut 2 prokurorë do të arrestohen. Edhe jam i bindur në rast se do të punohet me seriozitet, sigurisht që duhet të arrestohen, sepse Sky Encrochat dhe aplikacionet të tjera, të cilat unë jam sqaruar qartazi tek opinioni publik që për mua komunikimet nuk përbëjnë element ose provë, por përderisa SPAK-u është marrë me thashetheme, normalisht duhet të hetoj implikimin, takimet e prokurorëve të cilët kanë ndodhur në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Pra, nuk mundesh ti të akuzosh një politikan, sepse para disa vitesh ka udhëtuar me një biznesmen dhe sot ta quash korrupsion pasiv, dhe ndërkohë ti brenda radhët e tua ke individ i cili takohet në mes të qytetit me një person që është në hetim dhe ti më thua këtu që është pavarësi. Nuk ekziston kjo gjë. Pra nuk mundet të më kesh arrestuar një kryetar bashkie për skandal seksual, ta kesh konvertuar atë për korrupsion, kur nuk ka ekzistuar elementi korrupsionit, po thjesht marrëdhënie seksuale, kjo një. Nuk mundesh ti të më kesh arrestuar ose mas siguri arrest në shtëpi një grua zëvendës ministre për një ark peshku dhe për një telefon, dhe ti sot të më lesh kryetarin e bashkisë në dënim me modhe mos gaboj, më të ma lesh në krye të detyrës. Po nuk shkojnë këto gjëra bashkë. Pra do të thotë që o janë me shumë standarde të cilët i pari kam qenë unë që e kam thënë, edhe të gjithë i bënin lavazh gamjes dhe i ndarë SPAK-ut, edhe analistë dhe 2 televizione të mëdha të vendit. Pra do të thotë që nga gjithë situata që është krijuar në këtë vend, duket qartësi që SPAK-u po punon në interes të Partisë Socialiste. E shikoni ju krimet zgjedhore? Në krimet zgjedhore apo ndodh flagranca? U kap njëri në Lushnjë. Çfarë ishte ai asgjë? Pra, për sa i përket krimeve zgjedhore, nuk besoni që do shkojnë në nivelin e grupeve kriminale për goditur, por ndoshta eksponent vegjël mendoni. SPAK-u ka harruar goditjen e grupeve kriminale dhe përveç kësaj, SPAK-u nuk ja mban të godasë grupet kriminale. Nuk ja mban. Nuk bëhet goditja e grupeve kriminale, nuk bëhet me një dëshmitar të drejtësisë i cili shpik film, edhe bën film, edhe bën regjisorin, edhe thot ky ishte në këtë pozicion, ky tjetër në atë pozicion. Ai është i rrezikshëm. Pse është i rrezikshëm? Sepse ai mund të thotë emrin tënd, emrin tim për diçka që se kemi bërë dhe Altin Dumani ta marrë si statistikë dhe thot urdhëro tani kemi dëshminë e këtij personi që na thot këta të dy që kanë kriminal. Nuk shkon.